Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Çka thot energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme? Këtë energji do ta kemi të fokusuar më shumë tek pjesa e dashurisë. Tek pjesa e dashurisë dhe bollokut. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë thot energjia e tarotëve? Ju jeni perëndesh e bukurisë. Jeni perëndesh e bukurisë me këtë dritë të universit, me këtë kuror me gur diamanti, ju jeni perëndesh e oazit tuaj të mrekullueshëm. Pranë keni një princ i cili ju sjell gjithmonë mesazhe dashurie. Është pak egoist, por ka një ego pozitive. Një ego të mirë. Sultanesha tregon që pranë ky person ka dhe një person pak një femër pak me mistere, me sekrete që mban në jetën e saj. Perandoria tregon që ju jeni një person i cili keni dritat e universit në çakrën e kokës së kraharorit dhe me këto drita ju ndriçoni në rrugën tuaj ku shkelni. Keni një perspektivë të mirë të jetës tuaj, sepse pranë ju keni një mbret të kupave, një njeri i cili ka bollokun, por ka dhe pjesën e drejtësisë dhe të barazisë. Është një person shumë i drejtë që do barazi në çdo gjë. Është shumë njeri i drejtë. Letra e drejtësisë tregon që ky person është një person i drejtë, si ky gjykatësi që merr vendime të drejta. Luftoni shumë kundër kundërshtarëve tuaj për të marrë gjërat që ju takojnë në jetën tuaj. Letra e diellit është një letër e cila tregon që ju hypni sikari të bardhë të paqes dhe kaloroni fuqishëm në dritën e diellit për të ndryshuar komplet jetën tuaj. Ju do të transformohet jeta juaj shumë shpejt për mirë. Në bollok, në dashuri, do të keni dhe një ndryshim statusi në jetën tuaj. Mbretëresha e shpatave tregon një person shumë të fortë, një femër e cila është gjithmonë falënderuese e universit për sjelljen e saj të pastër që pastroj gjithmonë nga ato re që i merr toka magnet. Keni pjesën e bollokut, jeni pak të menduar të pjesë e bollokut, sepse ky bollok që ju keni për momentin nuk ju plotson ato nevoja që ju doni të keni të arrini në jetën tuaj. Por shumë shpejt merrni disa mesazhe në qiell të pastër. Këto mesazhe bashkë me letrën e diellit do të jenë transformim i jetës tuaj në çdo aspekt, në dashuri, në bollok, në financa, në puna të reja, në biznese të reja. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve e fokusuar më shumë tek bolloku dhe tek dashuria. Faleminderit shumë, miqtë e mi.